Të babzitnit gjithë bëjnë që shelon këto udhën këto ku del për autostradës Kasharit, të jo hajduktat, po kriminellat, shifin qargjendje e lonë udhën, veç qysh që mos me dalë na qëton, e me shkua gjithë me pagju lek, se pak jenë të na marrë lek për udhë, këto ka 2-3 herë të na marrë lek, e ne kanë lënë degradim këto udhën, pas të një standart që s'bën fjallë me pas, veç se di nuk e kuptej se gjithë duhen me bu. Duhen me bu që më ne shpif ne që na mos të him që këne mos me dalë që këne, po na gjithë do të bëjmë. Që këne do të dalim lek, s'do të vajapim për herë të treta që plerave, mafiozave. Që as një rreth rrotullim që tash duhet me këtë kthesën rrezikin me e marrë, s'no imagjino këto kamionat që dalin shumë këto, për me kthej. Po prapë se prapë nësë do të mërzit, na këto do të dalim, a gjes do të shkem më dhonë lek kriminelave. Ndërsa këto pjesë e tjetër pa dalë të udhe ku shkon për fushkruj, edhe kjo në gjendje katastrofike, në gjendje shumë të miroshme, që vetëm e ne nxine që mos të kalejmë këne që të shkem atje me pagu për herë 3 lek, por ne nuk ne nxini do të, sepse na qëtun do të kalejmë e lek si na të udhona. Se i bje me pagju për herë 3, plus se kjo autostradja Kasharit kjo e prejsh, se pa të nëbo me standarte europiane, kjo e prejsh të gjdo orë, ka flet autostrada shkon si me kanë të këcej në trampolin. Opa, buldum, shi gjero pa që kanë lanë shif. Po ma plera, ma kriminella, a kobe në folin për Europën e na prallisin këto, se di qa me ju thona.